Jemi së bashku në këtë ditë të Fitër Bajramit. E si festohet kjo festë në Ulqin? Çfarë traditash ka ky vend? Do ta shikoni në anketën në vijim. Çfarë simbolizon Bajrami për ju? Bajrami për mua dhe të gjithë besimtarët njësoj simbolizon harmoni, dashni njëri me tjetrin, falja njëri me tjetrit, të cilët njerëzit ndoshta s'kan folë njëri me tjetrin gjatë vitit, ishte mirë për t'ia shtruar njëri tjetrit. Domethënë çdo gjë që ishte në kuadër të pajtimit dhe të buzëqeshjes dhe të harmonisë kësaj jete, domethënë si në fejon islame. Si festohet Bajrami në Ulqin? Bajrami në Ulqin ishte hadetet e vjetra si kanë qenë, ishte domethënë normal mëngjes me shku me fal Bajramin. Mbas Bajramit ka njerëz të cilët shkojnë edhe në Vorrezë me vizitu, por ka njerëz vendime ndryshme domethënë që edhe nuk shkojnë. Por domethënë ata tradita që kanë domethënë me kohë me shekuj. A ka ndryshuar ndo pak to tradita ndër vite, ndër shekuj, apo janë të njëjtat? Po tash disa gjëra kanë ndryshuar, kupton se tash dikush e paramendon domethënë se nuk është mirë ka na Vorrezë me Bajram mëngjes, dikush thot s'ka problem, por përgjithsisht nuk ka ndryshuar domethënë, njëjtat. Vetëm ndryshimi më i madh është ke rinia se i sjell festë, se përpara s'ka pas shumë kaq rini sa ka sot shqyqër Zotit, për fat të mirë. Domethënë ai është ndryshimi më i madh që i përket domethënë në Ulqin dhe besoj tanë troje shqiptare ku jetojnë në musliman. Çfarë simbolizon Bajrami për ju? Festë, gëzimi, mbaresën e agjerimit mujt Ramazan. Si festohet Bajrami në këtë vend, në Ulqinën tonë të bukur? Festohet tradicionalisht duke shku në mëngjes në xhami, duke vizitu varrezat, tyrbet, duke vizitu të afërmit dhe duke prit miqt. A ka ndryshuar këto tradita ndër pak ndër vite apo vazhdojnë të jenë të njëjtat? Pak kanë ndryshu, ndoshta në aspekti negativ. Jo, se jam i moshuar e mendoj se përpara ka qenë më mirë, por disa aspekte kanë ndryshu negativisht. Çfarë aspekte janë këto negative? Janë disa ndoshta disa tradita që nuk kanë qenë imanente kësaj hapësirë, janë duke importuar. Çfarë simbolizon Bajrami për ju? Po është festë fetare që festojmë në Islam, që jena të islame. Është gjë e bukur, 2 herë në vit, kështu. Si festohet Bajrami në Ulqin? Bajrami festohet shumë bukur, shkojmë ke njëri tjetri, ke shok, ke miqt, shetërisim, kështu. A ka ndryshuar tradita të pak ndër vite apo vazhdojnë të jenë të njëjta? Ja, të njëjta, që diun që më thanë, të njëjta. Çfarë simbolizon Bajrami për ju? Bajrami, simbolizon në një kulturën, traditën muslimane islame, dhe është gjë spirituale që tana në Ulqin e ndjejmë. Si që është brezat vogla dhe është një festë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Si festohet Bajrami në Ulqin? Bajrami në Ulqin, pa marrë mendje si në tanë vende tjera me traditë islame, shkom ke të afërmit tanë, si fëmijë kena shku edhe në përkajshie, të shëja traditisht tret pak sa më duket, ama me pajtim, me paqe edhe mu pa me njerëz të afërt. Këtu desha të dalë tek traditat, a ka ndryshuar do pak ndër vite apo vazhdojnë të jenë të njëjta? Pa, a dini si, tash në Ulqin e kena mbare se kur i bjen, tash si afrohet dimrit i kthehemi pak sa traditave se kemi kohë. Ndërsa verës kur ka qenë Bajrami i shpejt, veç me kry punë. Sa i përket ushqimit, cili është ushqimi tradicional i Bajramit në këtë vend? Ka në ëmbëlsirave e ushqimi apo? Ushqimi. Pa tash përgjithësi dhe siç e kam cek një vend që kam pas një fjalim, po ushqimi përgjithmonë fillohet normal me japraka, me pite, me kadaife, me që gjana, tash i shpytja ma shumë çështje për grave, pa i ceka disa, si thoja fjalën. Nuk post ëmbëlsirave nuk ka diçka për mendimin tem diçka specifike. Pa një ashtu ëmbëlsira si baklava, si urmashica, si kadaif, një kësi gjanash. Ka shumë, dhe me thanë, një ishe bukra që janë që ka shumë duke se cilën shpi që shkën hanë të këtë diçka ndryshme. Pik kadaifi, tolumbave, trileqes, lule shege, haxhi makule, qësë shka. A vazhdojnë të shkojnë njerëzit e këtë afërmit e tyre në këtë festë? Po,
Po, vazhdojnë, se e din se domethënë Fitër Bajrami ose Bajrami tjetër, domethënë janë pajtave më shumë paqësore dhe gëzimore. Domethënë, të cilët ja shprehin ja veç njëri tjetrit, po edhe feve tjera domethënë, edhe ata na shprehin neve domethënë, ishte Bajram i cili ishte si na kënaq zemrat tona dhe na hap mirësinë njëri me tjetrin. A vazhdojnë të shohin njerëzit e këta afërmit e tyre ende? Po. Shkojnë, ama ma marrë mine si në masa ma të vogla. Unë personalisht masa ma të vogla se sa kam shku bela për 10 viteve. Çka keni qef me hangër për Bajram? Tort. Cilën tort? Kulaç. E baklaver? Pa. A ke qef edhe ata lule shegat? Pa. Cilat pëlqen më shumë, baklava, tullumba, lule shega? Lule qeka. Çfarë simbolizon Bajrami për ju? Po e që shenjt i mirë, kena pas adetet gjithmonë edhe imam gjithmonë, Bajrami shumë gëzohena, që Ramazanit është na vjen Bajrami, inshallah, me gëzime, me të mira, na me tonin që dypet mi majtë. Si festohet Bajrami këtu në Ulqin? Po me shku me viziton njëni këtë tjetëri, shkom ke njëni këtë tjetëri, mi vizitu ze kështu shifera pak më rrallë, dhe ka tempo jetezë shpejt, shkom në për shtëpia, në ke shokët e miqtë të shamirët, viziton. A ka ndryshuar traditat ndër vite apo vazhdojnë të jenë të njëjta? Njësej, është i forgjaje, njësej, kur gjatë se ndryshu. Vetëm si pak më rrallë, pak për para ka qenë ma dëshunie, sidomos kur kena qenë si fëmijë, kena prit, si thohet, kena prit me qefe, me tanë tërës dise si ma ndrysh, pa ka ndryshu puna. Po cili është ushqimi apo ëmbëlsira tradicionale? Ëmbëlsira tradicionale, bëm baklava, kadaifa, haxhimakule, kurmashisen që jashtë, 45 jana, adetësi, shadeti, është kanë qenë për para të rëshikimi i moqim, është e mamela me ëmbëlsina ishë. Ju faleminderit për kohën me gëzime Bajram. Me të mira, me gëzofshit edhe ju, edhe me të mira.